U rikthyer në pjesën e tretë e emisionit. Sot mbas kinematografisë do flasim për një art tjetër, për artin i kokteleve dhe kam një barman që do na zbuloj shumë sekrete. Mirë se erdhe Aurens Hima, bartender. Mirë se ju gjeta dhe urim për emision. Atëherë shumë rëndësishëm mendoj ndërkohë që shikojmë një film në kinema ose në shtëpi, të kemi përpara edhe një koktel të mirë. Dhe sot jam e sigurt që na përgatitësh diçka shumë të shijshëm. Sigurisht, patjetër. Ti je një profesionist. Kush janë sot koktelët më të kërkuar nga klientët? Atëherë, duke qenë se unë operoj në zonën e Durrësit, ose të Golemit më saktë, aty ku prurjet më të mëdha të turizmit janë fokusuar në Golem, sepse hotelet apo më duhet se janë goxha të mëdha, domethënë, dhe sidomos tani shoferët edhe sezoni verës, mendoj që do keni shumë. Kryesisht janë të huaj dhe të huajt nuk mund të rrezikojmë duke i mirëpritur me një kreativitet tonin, se ndoshta aty dhe gabojmë, por duke bërë klasikët, që ata të krijojnë besim që ne dim t'i bëjmë gjitha klasikët që janë të njohura ndërkombëtarisht. Pastaj, pasi ai krijon besimin, ai thotë, "Okej, mund të vazhdojmë me koktelet që ne dim të bëjmë", sepse me kohët e sotshme, shumë pak janë bartender në krahasim se sa janë lokale ose bare. Po. Aurens, në sa vite eksperiencë ke si bartender profesionist? Avash unë hyj në dekadën e dytë, kam hyrë në dekadën e dytë si profesionist, sepse në fillimet tona gjithmonë kanë qenë të varfëra, sepse nuk dinim ku ishim, s'dinim çfarë shërbenim, nuk i kuptonim mirë derisa kemi bërë trajnime. Mund të themi që sot kjo profesioni është një profesion realisht? Patjetër, sepse kërkesat janë shumë të larta kur vinë të huajt. Dhe aq më tepër kur vera është ajo që edhe na ofron, sepse ka frutat stinës që ne mund të bëjmë pure, mund të bëjmë lengje, sepse Shqipëria duke qenë se ka diell, i ka gjitha frutat shumë të mira. Do të di, kush është kokteli më i preferuar nga shqiptarët? Në përgjithësi, vajzat çfarë të kërkojnë dhe çfarë të kërkojnë djemtë? Po, sipas tinëve, domethënë në verë sigurisht gocat pinë më shumë sprizat, sepse duke qenë se ato janë dhe freskus, po janë dhe me të lehta, janë dhe të gazuara që ti mund të pish një, se ndjen pi dhe të dytin, ndërsa çunat janë tek old fashion, tek Negroni, Tequila ndoshta, Negroni, okay. Opsionale. Normale. Çfarë do na përgatitësh sot, sepse po shikoj edhe që kemi disa gota, disa shishe, do përgatitësh një koktel për mua ka stile ose ke në mendje diçka? Jo, një e kam bërë enkas për ty, me qera. Po ngacmoj, Ja, nuk e di të edhe ne nga Berati, se pavarësisht se rrinë në Durrës, kur ikim, nuk ikim do dur bosh, marrin diçka me vete. Si musafir, patjetër. Kemi rregullore. Dhe kam bërë dhe një për vete për të bërë gëzuar me ty. Do ta bëjmë. Por para që të fillojmë, do të di, si ka ndryshuar sot profesioni i bartender, sepse sigurisht në për vite, në fillim ndoshta nuk ka qenë një punë e parë në mënyrë kaq shumë profesionale, dhe s'ka qenë një punë e kërkuar, si ndoshta mund të ketë qenë një punë që njerëzit e filloshin si eksperiencë të parë për të mësuar një profesion, ndërkohë sot në gjithë botën bartender është një nga punët më të kërkuar dhe mund të themi edhe më të bukura. Unë për vete e shijoj shumë, domethënë, kjo është pak komplekse, sepse duke qenë se ndodhemi në Shqipëri, ne hasim shpesh na për kronika që i thonë që nuk ka staf, por unë çdo vit shoh që stafi plotësohet, nuk është se ne kemi ngecur në mes sezonit që s'kemi staf. Ne kemi staf, por nuk i kemi të trajnuar. Domethënë sepse jo shumë e shohin si profesion pjesën e banakut. Unë i kam kaluar këto etapa në kuptimin dhe... Ka ndryshuar pak në ndër vite? Po, atë do thoya, unë i kam hyrë në një kohë kur nuk e shifja, domethënë, po thjesht kisha qejf, sepse unë gjithkohës jam marrë duke bërë gjëra të veçanta, duke bërë dekoret personalizuara, si që të hyja në zemrat e klientit, ta bëja sa më... Për ta zbukuruar akoma shumë koktelin. Po sot jemi në një pikë që e shijojmë, sepse klienti e pëlqen, vjen te banaku, të përshëndet, thotë më bëjnë tjetër, ti e qeras dhe me një shoc që ti tregosh që shif se kemi dhe këte, dhe pastaj zgjatet dhe biseda. Unë kryesisht në verë punoj në beach bar, por duke qenë se e shoh goxha të bukur si profesion, unë jam dhe pak ndoshta tip ose karakter që ndaj eksperjenca me të gjithë zonën e Durrësit, domethënë në jashtë skenës, por që e kam qejf sepse nuk duhet që të jem i vetmi. Për kjo punë bëhet secili ka atë punën e vet, secili ka klientelën e vet, pse mos ndajmë eksperiencë ta bëjnë të gjithë. E vërtet. Nuk mund të vish te mua ta pish
dhe supozojmë margaritën klasike korrekte dhe të vesh një lokal tjetër, ai nuk e di dhe e bën ndryshe. Pse mos ta bëjmë të gjithë të njëjtë dhe pastaj klienti vet atje ku ndihet më mirë. Kam një kuriozitet, bartender. Kam njohur bartender çuna, por vajza nuk kam pasur akoma mundësinë, s'kam parë deri tani në Shqipëri. Është një punë që ndoshta mund ta bëjë më mirë çuni ose ka edhe vajza që merren me këtë. Edhe vajza nëpër botë patjetër që ka shumë talentuara. Edhe në Shqipëri kemi të pakta në numër. Pak më të njohur ndoshta. Por ndoshta ndikohen pak nga e lidhin me jetën nga mentaliteti. Në Shqipëri, se jashtë shtetit është një punë shumë e kërkuar. Biles ka qenë një nga profesionet e mia ku kam qenë adoleshente, më ka futur direkt në punë familja për të mësuar për të bërë kafe, cappuccino, dhe kam një eksperiencë të vogël në këtë fushën. Dhe nga kurioziteti kam parë kush kanë qenë bartender më të njohura që kanë spikatur, që kanë treguar disa, që kanë bërë koktelet e para, dhe një nga bartender më të njohura, 2-3 bartender më të njohura, janë disa vajza amerikane, po mos gaboj. Po, Amerika ka qenë ajo e para edhe për pjesën e bartenderit të parë, domethënë që është Thomas Jerry, domethënë që ai ka pas bërë ataja Caesar atë koktelin e parë, ose atë me flak, është i pari bartender në botë, që në shekullin në fund shekullit të 18, domethënë, dhe pastaj ka evoluar koha. Shumë interesante. Çfarë erdhë në mision dhe nëse Benjada, unë e di kush është koktejli jot i preferuar. Na ku e ke parë, na ku e ke kuptuar, ndoshta nga një story. Unë vetë në rrjetet sociale mundohem të jem goxha aktiv tek puna ime. Dhe sa herë që shoh diçka te një profil që ka lidhje me punën time, unë hyj pak më thellë dhe më zbuloj se atëherë në zbulo kush është kokteli preferuar i Benjadës. Jo, Sofim po. Po, duke parë... Janë disa në fakt. Po, asa që unë i dash më shumë rëndësi ishte Margarita, që lexova dhe komentet, që kështë marrë goxha review, domethënë, dhe mendova që të bëj një Margarita, për ta bëjë ndryshe, të bazonte Margarita, për ta bëjë ndryshe, ta sjell në një formë dhe me ingredient të përzierë, të alternuar me ingredient shqiptar, domethënë. Kemi kryesore, kemi tequilën që e klasifikon margaritën, pastaj kemi lengthane, kemi agaven nga e cila distilohet tequila, të lidhur me limonin për ta bërë balans sipas. Por në këtë rast nuk kemi kripën, pavarësisht se është pjesa kryesore e margaritës. Më ke pruar çdo gjëra dhe s'më ke pruar kripën ti tani? Jo, duke mos bërë klasiken, nuk e bëra me krip, sepse kjo shijohet më tepër. Pastaj, nëse duhet të bëjmë opsionale, po duke pas krembrin, nuk besoj që e ka të nevojshme kripën. Duke mos qenë klasike. Tani, me qenë që folëm për margaritën, mund të ngacmoj pak? Ti e din historinë e këtij koktelit? Vetëm të margaritës nuk din. Vetëm me margaritës din ose nuk e din? Vetëm të margaritës nuk din. Nuk e din. Atëherë ta zbuloj unë. Kokteli Margherita është bërë për Margherita di Savoia, mbretresha dhe bashortja i Umberto I, mbreti Italisë, dhe është bërë me dedikim atëre e Margherita di Savoia dhe ka marrë emrin Margherita. Tani zbulove nga mua diçka të re. Këta pjesë dhe e presin. S'ka problem, po ti të në zbulosh shumë gjëra të tjera interesante sot. Më tërgo çfarë do përgatitësh? Do që ta bëjmë drejt? Po, pse jo, po. Jam kurioze. Jam kurioze të shikoj në aksion. Ky është një program kështu me gjëra improvizacion, s'kemi nevojë për të aktruar, ndihu sa më shumë i lirshme dhe shijoje këtë intervistën. Faleminderit. Ndërkohë, na tërgo gjithë procesin të kuptoj pak edhe unë. Ky është lengthane ose kremberi në... Okej. Ka anon, domethënë, frutat e pyllit e errta, i afët, për të lidhur margaritën. Pash që ke marrë një gotë ndryshe nga gota që përdoret klasike, se për para, po, më falë, kërkoj ndjesë. Kemi shurup agave, nga cila distilohet tequila. Po kështu si dozë? Dozët si janë? Atëherë, unë për hedh 50 ml kremberi, rreth 15 shurup agave. Do i hedh rreth 0.5 leng limoni, edhe 50 tequila.
Të pyes sepse ndoshta njerëzit që na ndjekin nga shtëpia mund ta përgatisin edhe në shtëpi. Kjo nuk është precize sepse duke qenë se gjithsecili ka shijet e veta mund të lëvizi me shurupin ose limonin sipas. Po e përgatit këtë koktelin për mua, ose po e përgatit në përgjithësi? Thjesht e mendova fiks për ta përshtatur për emision. Se po thoja mos exagjero shumë alkoolin, se do vazhdojmë emisionin. Pas ditesh. Fiks. Okej. Dhe tani... Si rregullore t'i bëjmë dhe një test. Si është shia, është okej? Është super. Kam besimin tënd. Kjo është fikse. Prandaj edhe unë. Okej, çfarë ishte? Kjo është tequila, më fal. Tequila, okej, tequila. Patron. E sikur që ke van tequila, mos ke van ujë. Kjo është një përbërës i cili eliminon ose zvendëson të bardhën e vezës që përdorin gjithandej, sepse për mua e bardha vezës është opsionale. Ose një klient mund të jetë alergjik nga e bardha vezës dhe pa e ditur unë mund të asmur atë. Ndërkohë kjo është e licencuar që nuk ka efekte të tilla. Bëm vetëm kremin. Okej, shumë mirë. Për ta bërë pak më ndryshe. Interesante, është një punë realisht që do kesh një profesion shumë të madh. Faleminderit. Pak akull. Dhe tani jemi gati për të shikuar. Kjo duke parë dhe pak kushtet se si jemi fiks në banak. Bravo. Kjo është mënyra e duhur për të bërë një shake perfekt. Edhe për çështje sigurie. Unë kam bërë 2-3 herë provë, po s'më ka ardhur shumë mirë dhe kam hequr dorë. Secili bartender ka një model të vetin se si mund, nuk ka një ligj fiks. Vetëm ligji është vetëm tjetë për çështje sigurie, tjetë në duart në tillë formë. Pastaj secili ka. Interesante. Do ta marrësh pak dorë, mendoj, dhe pastaj patjetër. Sigurisht është më e thjeshtë. Krijon konfidencë me. E kemi përgatitur, e kemi mishëluar, kemi bërë një super shake dhe tani është momenti për ta servirën në gotë. Kjo do double strainer. Tu duhet i shik muzikë s'fond. Sa ngjyrë e bukur. Më kujton pak ngjyrën e Cosmopolitan. Po, duke qenë se edhe Cosmopolitani ka po cranberry. Edhe kjo është e njëjtë. Te pjesa e cranberry. Okej, shumë e bukur. Shumë nice. Çfarë mungon në këtë moment pak? Se po shikoj që do ta zbukurosh. Më fali për pjesën e atyre. Ka problem, sepse është normale që jemi në emision. Okej, kjo është koktejli përfunduar. Po, kjo është emri vendosja vetë. Si mund ta thrasim? Na ndihmo dhe ti. T'japim një emër të veçantë, një emër të bukur të restë. Ndoshta mund ta kërkojnë edhe në lokal. Erën tjetër që klientët do vinë. Unë mendova gjithë pjesën tjetër, vetëm emrin nuk mendova, thash. Atëherë, me qenë që jemi këtu, ta thrasim, koktejli. Dimo pak. Koktejli Benjadës, hajde, t'ja vejmë shkurt. Për çështje kohe, unë koktejlin tim është një americano, e kam para përgatitur dhe për efekt që s'kemi një banak tonin, në kuptimin për të përshtatur edhe kushteve. S'ka problem, atëherë të bëj unë një cheers bashk, ta bëj me këte koktelin, ta bëj me një koktel, s'ka problem, se koha televizive kemi edhe pak të shkurtër. Të bëj një cheers simbolike. E kam gati. E ke gati, okej. Mirë, të bëj një cheers simbolike me një koktel kështu me ngjyrë dhe tani po përgatit një koktel edhe për vetën tënde, të bëjmë një cheers e bashku. Ky është një americano, i cili bëhet në stirë. Okej. Americano që është një nga koktejlet më të kërkuar nga klientët. Americano është përpara Negronit, i cili njihet sot. Super. Do thënë, nëse sot është Negroni, para Negronit ka qenë Americano, thjesht ai bartenderi i ka hequr top up soda, i ka shtuar gjinin edhe njihet Negroni. Super. Kjo do dhe një top up soda. Okej. Koktelët janë të përgatitur, tani si një gentleman të fortet. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët dhe ju uroj një mazdite sa më shumë të bukur dhe të këndshme. Cheers, gëzuar. Gëzuar edhe për ju.